Pyetja radhës ka të bëjë me përsa i përket përgojimit apo akusimit të personave të dijes, dhe të filluar hoxhallarët, teologët dhe gjithë ato që mbahin dijen islame, çfarë gjykimi ka kjo vepër? Përgojimi i besimtarit është nga mëkatet e mëdha. Dhe mjafton ajo që Zoti xhallahu ka përmend Kur'an sun Hujurat, që çdo kush për ne me të vërtet ta kupton peshën e rënd të këtij mëkati. Ku Allah xhallahu ala thot: "E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah inna Allaha tawwabur rahim." Allah xhallahu ala thot, kur ndalon përgojimin thot: "A mos vallë ndokush për ju e dëshiron që ta han mishin e vdekur të vllajt të tij, nëse ju këtë e urrani padyshim. Ai mishi i gjallë është nuk hat, as i vdekur nuk hat njeriu. Por përgojimi, Allah e ka thënë këtë shembull sa për ta parafruar shëmtueshmën e veprës, nuk është e njëjtë. Përgojimi është edhe më i shëmtuar se me ngrën mishin e vllaut të vdekur. Por ta dim se kjo bën pjesë me gjithë muslimanët, besimtarët përgjithësi. Ndërsa kur bie fjala për dietarët, atëherë ka thënë Ibn Asakir al-Dimashqi rahimahullah, ka thënë luhumul ulama'i masmuma. Ka thënë qofse përgojimi është të ngrënurit e mishit të vdekur të vllaut tënd, atë dije se mishi i dietar është ekstra më i helmuar thënë. Është edhe leçi është i vdekur, por është edhe i helmuar. Unë dua të vesh një gjë të ndruar thënë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend se njeriu mundet që me një mëkat që nuk i kushton vëmendje, të sill veti aq mëkat madh, aq dënim madh që nuk ka mërmendje. Prej ka ashtu, prej pasojave që shkaktojnë për këtij mëkati. Apo mund të jetë një mëkat individual, unë e bëj një mëkat, ti e bën një mëkat në vete, por nuk ka pasojë kolektive, nuk ka pasojë shoqërore, apo? Dhe ai mëkat mbet i kufizuar në rrafshin individual. Është mëkat, është i shëmtuar, është e keqe, por pa pasojë kolektive. Dhe një mëkat tjetër që në rrafshin individual mund të jetë më i vogël, por pasojë kolektive ka më të madhe. Atëherë pasojat kolektive bëjnë më të madhe. Dhe tash ne po kthehemi tek pika e pyetjes. Në qoftë se për shembull ti duke përgojuar një hoxh, saj, Zoti mos ta bëf neve pyetyn. Apo dhe shkakton neveri, shkakton një farlloj pa dëshire me ndëgjuar të hoxh. Apo dhe ai person për shkak të kësaj nuk prezon ligjërata, nuk ndëgjon, nuk merr fatva. Por pastaj ja bën si mërmendja vet, i prishet feja, i prishet kuptimi, i prishet adhurimi. Kush do të jap llogari për këtë çështje? Në kjo është punë e madhe. Vallahi kjo është tmerr që të flitet për njerëz të dijes. Unë e di se edhe hoxhallarët janë njerëz dhe kanë gabime dhe kanë lëshimet e tyre, por duhet ditë se kush mirret me to, nëse duhet më marr me to. Andaj sikur që ka thënë Ibn Taymi rahimullah, shikoj çfarë Ibn Taymi rahimullah. Thot gabimet e dietarëve mund të jenë sa kodra. Thot por të mirët e tyre janë sikur se nata që i mbulën kodrat nuk shihen ata. Prandaj ato mund të jenë vllaja sa kodra, por ata kanë një thmirë, apo që është sikur se nata i mbulën ato nuk duken ata. Andaj ti nuk e din ku ka bëj hajër, ku ka bëj mirë. Ka po mos i tjetë me një ndaj dikon që ti se ke vlerësuar ndaj, as ke ditë për ndaj. Dhe aty ka fol profeti Allah ta zot, e ka mbrojtur fen Allah xhallahu ala. Është uzuar një njeri, është mbrojtur fe Allah xhallahu ala dhe për shkak të kësaj mbrojtje dhe kësaj e ka ngritur Allah xhallahu ala në grada që ti nuk mund ti ndërrosh ato grada ata. Andaj nuk është punë jonë të flasim për hoxhallarët, për dietarët, për këtë qoftë. Të flasim për atë që na përket, të shikojmë gjunat tona. Apo nga se vallahi nga gjuha jon kanë shpëtuar shumë dat që duhet me fol për ta, e s'kan shpëtuar vëllezërit tonë musliman, e s'kan shpëtuar hoxhallarët. Sikurse ka shkuar njëri tek një hoxh me pyet diç dhe kur ka shkuar atje e ka gjetur njëri para tij që ka shkuar me pyet. Pastaj kur është ngjita njëri ka thonë, ky njeri që ka ardhur tek hoxha me pyet, ato hoxh, kjo mos e nga shumë se ky rran, mashtron ky. Po çfarë ti nuk do të jam ashtu, e ka bëu pyetën e ka shkuar apo? Pastaj ka thonë hoxha larg këtij problemi, po ka dash me tregu çfarë ke bën. Thot, a ke marr pjesë në këtë luftë, një për luftat muslimanëve me rëndësi? Thot, jo, la s'pata rasën atje me marr pjesë. Thot, mirë,
e në luftën, filan luftë me rëndësi për mbrojtjen në filan vend, ai ishte atje, jo tha, as atje s'pata mundësi me shku. E filan luftë ai ishte, nuk ishte atje. Tha shpëtuan pa besimtarët dhe i dhujtarët atij vendi, këtij vendi, e nuk shpëtojnë nga gjuhët e vllajit musliman. Masi ata ka mund me shpëtu nga dora jote, le të shpëtojnë nga gjuha jote ky musliman këtu që është afër. Andaj shpesh herë vallahi, shumë tjerë shpëtojnë nga dora jone, nga gjuha jone, nga kritika jone, që ndoshta duhet kritikohen, e nuk shpëton një vëllai jone që tek e fundit mund të ketë gabuar dhe ka rrugë të shumta për përmirësimin e këtij gabimi. Ne duhet të edukojmë këtë të ruajmë gjuhën tonë dhe ta kuptojmë se vallahi kemi mjaft metat tona, kemi mjaft gabimet tona që kur të përfundojmë me to, mundemi pastaj të fillojmë që ndoshta të flasim për dikën. Po përdesa vetë jemi të zhytur në meta në mëkate, pse ngarkojmë veten edhe më tepër me diçka që nuk e kemi bërë askujt, Allahu na ruaj.